Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua hëngri lakër për 1 muaj çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka të çuditshme. Familja e lakrave përfshin një lloj varietetesh jeshillëqesh dhe perimesh si brokoli, lakër brukseli, lakra, lule lakër, kale, rrepat e të tjerë. Këto të fundit janë një minjer mineralesh dhe vlera ushqyese, ndaj duhet i përfshini sa më shpesh në regjimin tuaj. Lakrat jo vetëm që plotësojnë nevojat e organizmit për lëndë ushqyese, por përmirësojnë edhe shëndetin kardiovaskular, mbrojnë trupin nga toksinat e dëmshme dhe madje parandalojnë edhe shumimin e qelizave të këqija. Ndalojnë shumimin e qelizave anormale. Lakra përmban sulforafan, një antioksidant i fuqishëm i cili aktivizon enzimat mbrojtëse të organizmit dhe lufton qelizat burimore të këqija. Lufton gjithashtu depresionin. Një studim i vitit 2015 zbuloi se sulforafani vepronte si një antidepresant. Vetit antiinflamatore të perimeve të familjes së lakrave luajnë gjithashtu një rol në parandalimin e depresionit duke reduktuar inflamacionin në tru dhe në trup. Mund të ulni dhe rrezikun për të prekur nga ankthi apo depresioni. Shëndeti kardiovaskular. Hulumtimet kanë treguar se sulforafani punon për të reduktuar inflamimin në muret arteriale, gjë e cila ndihmon në parandalimin e trashjes së mureve të zemrës. Për më tepër, studimet tregojnë se sulforafani mund të jetë gjithashtu në gjendje që të rritë edhe mekanizmat mbrojtës natyral në trup për të mbrojtur arteriet nga pllakëzimi. Niveli i lartë i antioksidantëve. Qindra studime kanë vërtetuar se lakrat kanë aftësinë për të reduktuar stresin oksidativ dhe për të nxitur funksionet e mëlçisë. Sulforafani gjithashtu ka veti anti-inflamatore të ngjashme me ato të shafranit ose kurkuminit. Është vërtetuar shkencërisht se enzima dhe mineralet që na ofron brokoli ndihmojnë trupin të eliminojë pesticidet dhe toksinat e tjera. Lakra është një nga perimet të preferuara të stinës së dimrit dhe i përket llojit Brassica, që gjithashtu përfshin brokolin, lule lakrën dhe spinaqin. Lakra ka disa ngjyra të ndryshme të kuqe, vjollcë, të bardhë dhe jeshile. Veçse ajo është shumë e shijshme dhe mjaft e mirë për shëndetin ton, ajo ka fibra, folat, mangan, kalcium, kalium, magnez dhe vitaminën B6, K dhe C. Përveç kësaj, ajo ka edhe mikronutrient si vitamina A, hekur dhe riboflavin. Së bashku me ushqyesit e rëndësishëm që ajo përmban, lakra ka pak kalori dhe përmban antioksidant të fuqishëm përfshirë polifenole dhe komponimet e squfurit. Si e tillë, lakra është një nga perimet me më shumë përfitime dhe ja disa prej tyre. Lakra ndihmon në humbjen e peshës. Lakra është një perime shumë e mirë për njerëzit të cilët duan që të humbasin në peshë në mënyrë të shëndetshme. Një filxhan lakër e coptuar përmban vetëm 22 kalori. Ajo mban shumë ujë dhe njëkohësisht na mban të ngopur për më gjatë. Parandalon urinë dhe mban trupin të hidratuar, përforcon shëndetin e zemrës. Përfshirja e lakrës në dietën tonë mundet që të ndihmojë në mbrojtjen nga sëmundjet e zemrës. Gjithashtu, përmbajtja e lartë e polifenolit në lakër gjithashtu ndihmon në parandalimin e ngritjes së trombociteve dhe redukton presionin e gjakut. Kjo nga ana tjetër ndihmon edhe në uljen e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Lakra gjithashtu ndihmon edhe në uljen e lipoproteinës ose ndryshe kolesterolit të keq. Ndihmon shëndetin e trurit. Duke qenë e pasur me jod, lakra përmirëson
funksionimin e trurit dhe bën sistemin tuaj nervor që të funksionojë siç duhet. Në fakt, një sasi e shëndetshme e jodit luan një rol kyç në parandalimin dhe në trajtimin e çrregullimeve neurologjike si sëmundja e Alzheimer. Gjithashtu, vitamina K ndihmon në përmirësimin e funksionit dhe përqendrimit mendor. Vitamina K gjithashtu ndihmon edhe në prodhimin e sfingolipideve, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e nervave nga dëmtimi dhe prishja. Lakra ka disa vitamina B të cilat luajnë një rol kyç në përmirësimin e qëndrueshmërisë mendore dhe kujtesës. Përmirëson tretjen. Nëse doni që të përmirësoni shëndetin tuaj të tretjes, përfshini lakër në dietën tuaj. Fibrat të cilat gjenden në lakër ndihmojnë edhe në parandalimin e kapslëkut, plus që lakra ka veti anti-inflamatore natyrale të cilat ndihmojnë në zbutjen e llojeve të ndryshme të problemeve të tretjes duke përfshirë urthin. Rregullon sheqerin në gjak. Vetit antioksiduese të lakrës ofrojnë një burim potencial terapeutik për menaxhimin e diabetit, ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe gjithashtu ndihmon edhe në prodhimin e insulinës. Përmbajtja e fibrave në lakër gjithashtu ndihmon edhe në parandalimin e diabetit, pasi ngadalson thithjen e sheqerit në gjak. Detoksifikuese. Lakra është gjithashtu e dobishme për procesin natyral të detoksifikimit të trupit. Fibrat lidhen me toksina të dëmshme duke mos lejuar që të absorbohen nga trupi dhe të ndihmojnë gjithashtu në heqjen e toksinave si produkte mbeturinash. Sipas ekspertëve, lëngu i lakrës është po ashtu një nga pijet më të shëndetshme që ju mund të konsumoni. Është i pasur me polifenol, kalcium, magnez, hekur, fosfor, sulfur, kalium, jod, si edhe vitamina A, B1, B2, B6, C, K, por njëkohësisht edhe riboflavin dhe acid folik. Lakra përmban shumë polifenol ose siç njihen ndryshe si antioksidant, të cilët paksojnë shfaqjen e sëmundjeve të këqija dhe të atyre kronike. Sipas ekspertëve, mineralet të rëndësishme që përmban ky lëng e bëjnë atë të rëndësishëm në mbrojtjen e kockave të shëndetshme si edhe në uljen e tensionit të gjakut. Vitaminat të cilat gjenden tek lakra dhe lëngu i saj janë tepër të dobishme dhe për sistemin tuaj riprodhues, atë imunitar, shëndetin e syve por edhe shëndetin e flokëve, lëkurës, mëlçisë, nervave, syve e shumë të tjerë. Lakra është një burim mjaft i mirë i vitaminës C që e mbron organizmin të jetë më rezistent ndaj baktereve, radikaleve të lira dhe virozave. Sipas të dhënave, lakra përmban më shumë vitaminë C se sa portokallet, një karakteristikë e cila e bën lakrën të domosdoshme kundër shumë sëmundjeve. Ja arsyet pse duhet të pini lëng lakre. Kundër ulçërës në stomak. Gjithashtu, lëngu i lakrës do të trajtojë ulçërën në stomak. Sipas të dhënave mbi këtë perime, ky lëng i pasur në vitamina dhe minerale forcon rezistencën e stomakut ndaj acideve. Lëngu i lakrës ndihmon në funksionin e mëlçisë dhe gjithashtu pastron sistemin tretës, lufton kundër shenjave të moshës dhe mund ta përdorni dhe si maskë lëkure. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.